Kandidati për deputet i Partisë Demokratike në qarkun Shkodër, Kliti Hoti, zhvilloi një takim me banorët e Dajçit, ku dëgjoi nga afër shqetësimet dhe problemet me të cilat përballet kjo zonë prej vitesh: shpopullimi masiv, mungesa e investimeve dhe dështimi i mbajtjes së premtimeve nga qeveria ishin në qendër të diskutimit. Unë shaf që nuk është ajo rini që duhet për me kenë në Dajç. Edhe te kjo sall nuk shaf atë rini që do të kisha dash për me pas, sepse janë tonë në emigracion. Pra nuk ka pas mundësi ato për me majnë me punu, me jetu edhe me shiju vendin e tyne. Di që Dajçi është një vend i begat, e ka beku Zoti. Për mytet e kanë bëjë që shpesh herë mas herë me pas edhe ato pjesën me shku poshtë komplet, me shku në minus. Kliti Hoti prezantoi përpara banorëve dhe pikat kryesore të planit të Partisë Demokratike për zhvillimin e bujqësisë dhe rikthimin e emigrantëve. Gjithashtu, pikë forte e programit të Partisë Demokratike është edhe prodhimi Made in Albania. Ne në një vend të thonë që 80% e prodhimeve bujqësore vijnë prej jashtë. Ndërkohë kena një mrekulli, kena një top që e ka beku Zoti. Vetëm 20% prodhohen. A është e pranueshme kjo? Në mënyrë absolute. A duhet që qumshti me ardh prej Serbisë, me ardh prej Hungarisë? Edhe kjo është krejt e papranueshme. Sipas Hotit, Dajçi dhe gjithë bregu i Bunës meritojnë më shumë vëmendje, infrastrukturë dinjitoze dhe mundësi për të rinjt për t'u kthyer në një zonë me potencial real zhvillimi.